Juli, pyetja është në duart e kujt është ky sistem? Pra kush e kontrollon atë dhe të dhënat që ai gjeneron? Po kjo është një mjegullnaj, pra, sepse në duart e kujt është ky sistem. Tani, nëse është në duart e aparatit qeveritar, kjo është tejet e rrezikshme. Dhe nëse do të jetë në duart e qeverisë, atëherë duhet të jetë se s'bën e rregulluar, sepse në duart e qeverisë mund të përdoret ose mund të shkojë edhe në duart e tretëve dhe mund të përdoret për arsye shantazhi, mund të përdoret për arsye politike dhe gjithçka tjetër. Por, siç ju thash, vende të Bashkimit Evropian apo dhe vende të tjera demokratike e kam përdorur, por e kam përdorur duke e pasur të rregulluar ligjërisht përdorimin e kësaj pakete ose këtij sistemi dhe gjithmonë për arsye sigurisë kombëtare dhe gjithmonë për arsye sa i përket nevojave në të zbatimit të ligjit. Nuk e kanë pas përdorur siç e përdor Irani për të kontrolluar mjetet komunikimit, të telekomunikacionit, nuk e kanë përdorur si Turqia për të bllokuar, për të hequr internetin, dhe patjetër që nuk e kanë përdorur si Kina. Kina sot e kësaj dite e përdor, apo Rusia e përdor për të bllokuar Google-in, për të bllokuar WhatsApp-in, për të bllokuar çdo lloj mënyre tjetër të komunikimit. Nuk mund të them se mund të futen në momente kyçe, por atyre u interesojnë. Po pra, qartë. Unë jam kurios të di se si arritëm që ne ta kuptojmë që ky sistem është prezent tani në, le të themi, territorin shqiptar. Po patjetër që s'do e kuptoni se kur është prezent, sepse ai është prezent përderisa është instaluar në 2 kompanitë më të mëdha të telefonisë celulare në vend, patjetër që do të instalohet edhe në gjithë ato autostrada të shërbimit të internetit, pra gjithë ato biznese që ofrojnë shërbimin e internetit, pra nëse paktën qeveria ka pranuar që janë marrë 7 pajisje. Janë vendosur 7 pajisje. 2 prej tyre janë kompanitë celulare dhe 5 tjera presupozohet që janë tek ofrimi apo të gjitha ato biznese që ofrojnë shërbimin e internetit dhe kjo është ende e pa rregulluar ligjërisht dhe fatkeqësisht siç u thash është në duart e qeverisë dhe në momentin që është në duart e qeverisë duhet të ketë një filtr, duhet të ketë një rregullator, ashtu siç ka edhe rastet e përgjimeve që bën prokuroria. Patjetër merren me vendim gjykate. Ka një vendim gjykate, atëseket, cënohet e drejta kushtetuese, atëseket nenet posaçme të saj dhe unë patjetër që i bashkohem komunitetit IT-ve të cilët e kanë denoncuar këtë rast dhe shpresoj që ta ngren dhe ligjërisht pra në gjykatën kushtetuese. Po si ta interpretojmë këtë Jul tani aq më tepër që jemi në fushat zgjedhore, jemi le të themi në një moment kyç ku vendosen dhe fatet e vendit. Sa mund të ndikojë? Sot një muaj nga dita e zgjedhjeve. Sot nisim dhe fushatën zyrtarisht. Si mendon që mund të ndikojë nëse do të përdoret jo siç duhet ky sistem? Po tani në Shqipëri gjithmonë para zgjedhjeve ndodhin këto histori. Në Shqipëri patronazhistët ishin forma e kontrollit human. Më pas dolën format e kontrollit, jo format e kontrollit, po me sa duket Shqipëri këto historitë me spiuna vijojnë dhe mbeten format më të parapëlqyera dhe patronazhistët nisën, pastaj vijuan me rrogat dhe unë nuk e di nëse qytetarëve shqiptar u ka mbetur ndonjë gjë pa dalë. Tani dhe me këtë DBI-n do të shohim se çfarë do të dalë, se nuk ka mbetur asgjë tjetër pa dalë. Që me fillimin e patronazhistëve dhe me bitisjen, me nisjen e patronazhistëve dhe me bitisjen tek patentat, tek rrogat, tek historitë me tatime. Tani presim dalin dhe të dhënat bankare që të përfundoj çdo lloj gjëje pra rreziku është i lartë gjithsesi. Me kontrollin ndaj tyre.